Çdo fëmijë meriton të ndihet i sigurt. Pse po ju them kështu prindër të dashur, këshire që të video, pastaj kam do fjalë për këtë pikë. What are you accusing me of? What are you accusing me of? Why don't you say it to my face? What are you talking about? Did you ever think about me? I live here too. This is my house too. I work very, very hard to pay for this house. No, you don't. The minute I earn it, you go out and spend it. What do you mean? You think I spend too much money? Yes. All I do is scrimp. Look, if you don't like it, why don't you get on your high horse and get out? Stop it! No. This happens every time you drink. Every It's lecture time. It's lecture time. Why don't you just sit down and enjoy the lecture? Don't touch me. Amoni ju kuft kur të keni diçka mos marrveshje prindër të dashur, mos u rrokni para fëmijëve tuaj, sepse mund është me lo me pasoja fatale gjatë gjithë jetës edhe ja sherrin kësajna, që sherrin i mos marrveshjes t'ju, fëmija juaj mund të shkoj dëm. Fëmija juaj e merr domethënë këtë mësim qysh prej moshës të vogël, domethënë prej momenti që ju ka po juve dëve të urru, edhe mundet me përdor dhunë për shembull nesër mas nesër kur martohet me një vajzë. Prandaj amon ju kuft kujdes në rreth kësaj pjese sa nuk është vonë, sa nuk ja keni pas sherrin, sepse fëmija e meriton më rrit në mënyrën më të mirë e jo më rrit në përzhurma.